Në komunikimin e radhës me ndjekësin në rrjetet sociale përmes rubrikës Sy kreu i qeverisë thotë se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është çështje ekzistenciale dhe se vendi ynë duhet të integrohet me patjetër, pasi nuk mund të rri vetëm si delja që e ha ujku. Dhe të tjera Rama ironizoi edhe koalicioni Berishës duke ju referuar si koalicioni i kënetës madhështore. Komunikimin live me ndjekësit në Facebook, kryeministri u shpreh se kujtim gjuzin e ka lënë më një ndërsa Selami Enisheri ka denoncuar me fjalët më të rënda. Unë si përgjigjem për të sfarë, unë s'di kush po doja, unë i përgjigjem, unë flas Abilas përgjigjem, flas për kënetën, këneta, aleanca për kënetën madhështore. Dhe jam shumë i prekur që kujtim gjuzi, që posedon të vetëm gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë më njanë. Dhe patjetër, jam ndjer keq kur kam parë Selami Enisherin, i cili e ka denoncuar koalicionin me fjalët më të rënda dhe është shkëputur prej tij. Patjetër, si mos i përmendim ta, se ne me këta po garojmë. Këta janë qepur Shqipërisë këmbakëmbës kaq që viti 1912. Ndryshojnë vetëm fytyrën, ndryshojnë emrin, ndryshojnë temat, po është e njëjta kënecë. Rami është përgjigjur një komentuesi që e cilësonte mbylljen e TikTok një çmenduri. Për këtë Rama tha se mbyllja e rrjetit social është gjë më e shëndetshme që mund të bëhet, derisa kompania të hartoj planin që do të mundësoj sigurinë e fëmijëve. Mëtej kryeministri shpreh se nuk duhet të dëgjojë Berishën por të kontribuojë që të thajnë kënetën. Kjo nuk është censur, kjo është mbrojtje. Dhe kjo nuk është çmenduri, por kjo është gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet. Dhe ajo që ne po bëjmë nuk është që e kemi mbyllur TikTokun një herë mirë, por e kemi mbyllur, po e mbyllim tani domethënë ditë për ditë, po ngushtohet, e ke parë që është vështirësuar derisa vërtet këtu. Po ndërkohë me kompaninë TikTok ne po punojmë dhe po presim që na bjerë një plan për filtrat që vendosi për të siguruar fëmijët. Gjithashtu Rama tha me 11 maj se Partia Socialiste duhet të marrë një mandat edhe më të thellë me qëllim që të mos luhatë procesi integrimi në Bashkimin Evropian. Mandati i 4 sipas Ramës është esencial sepse pikërisht në këtë mandat mbyllet edhe procesi negociatave dhe më pas u shpreh se në 2029 thjesht ratifikohet integrimi në familjen e madhe europiane.